Doni të hiqni dorë nga kafja, ja me çfarë mund ta zëvendësoni. Pavarësisht dëshirës për kafe dita ditës poshtohen pretendimet se kafja nxit ankthin tek disa njerëz, dhe në këto ditë sulmet e ankthit dhe të paniku duhen shmangur sa më shumë. Ekspertët kanë përpiluar një listë praktike me dhurata bujare të nënës natyrë, të cilat kanë të njëjtën veçori si kafeja në aspektin e energjisë. Avantazhi që kanë këto produkte është se jo vetëm janë natyrale, por nuk kanë efekte anësore për sa i përket ankthit dhe stresit. Një ndër më kryesorët është tërshëra. Ky dritë ka një nivel të ulët glicemie dhe ofron energji afatgjatë dhe të qëndrueshme për të gjithë paraditën. Tërshëra për më tepër ndihmon edhe në prodhimin e serotoninës që na ndihmon të shmangim stresin dhe të kemi një kujtesë më të mirë. Pra duke filluar nga sot, tërshërën duhet që ta shtoni pjesë të vakteve tuaja të përditshme.